Nuk e di sa vite këngësh ëndër, po e di që e këndojnë të gjithë grup moshat, e këndojnë shumë të rinj këtë këngë. Kur bënim audicionet e X Factorit edhe për fëmijët edhe për të rriturit, ëndër ishte një nga këngët më të kënduara. Edhe të mendosh që është një këngë që ka shumë vite që jeton. Ma shtrëngo këtë dorën fort shumë bukur duket se ke kënduar. Ja të gjën çfarë do thonë anëtarët e jurisë. Bojken. Vjen shumë mirë që ma dhe mu fjallën fillimisht, sepse në rast parë dua të bëj një... kam i kënaqësi të madhe që u këndua kënga ëndër, është nga këngët që dhe mua më pëlqen shumë. A dëgjojmë tani? Kam shumë kënaqësi sepse kënga ëndër është nga këngët që dhe mua më pëlqen shumë. Nga një njeri shumë i madh, shumë i vërtet, nga një artist shumë i vërtet, i cili iku pak shpejt, si Zhagron Berisha, shof në Baraz. Më vjen mirë si që theti që brezat e kanë kënaqësi që ta këndojnë këtë këngë, dhe më vjen shumë mirë që Edeni e këndojnë në perfekcion, në çdo detaj. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Fifi, Eden sot, si asnjëherë më parë më ka, domethënë, jo si asnjëherë më parë, sepse në çdo performancë Eden ka shkëlqyer, po sot më ke rënë qeth edhe kimet e kokës. A kupton? Shumë faleminderit. Jam, nuk e di, je fantastike. sa po hodha një foto në Instagram tani, Piro, edhe vendosa këngën e djalit tënd të madh. Ai Antoni është një fenomen. Unë dua shumë që të bësh një duet me djalin e madh. Nuk e di të voglin sa këngëtare, ke pa ishte fantastik. Unë nuk e di çfarë zëri ai ka, Çako Music apo jo, mund ta gjejnë dhe ta ndjekin. Është një nga talentet absolut muzikës, ai bën një miksim të këngësh shqiptare me gjuhën franceze, është një gjë shumë speciale. Edhe nuk e shoh që më shumë duhet promovuar ai fëmijë i talentuar i çdo gjë ka kohën e vet. Talenti s'ka kohë, se ja ku i kemi këtu, i kultivojmë që kur janë 6 vjeç. Po komplimenta, shumë i talentuar djali. Super. Unë do t'i qëndroj konsekuent të asaj fjalës që thash në fillim, edhe për t'i thënë dhe Fifit që i thash fjalën që diçka do them. Një vrejtje, një diçka të vogël, jo se do ta shpik, po do ta them ashtu siç e ndjeva unë. Ja, qetëso, se s'ka ne gjë. Qet jam, shumë qet jam. Po. Ishte e shkëlqyer. Oriola, unë thash ku do e gjej Piro këtë kritik, këtë vrejtje, sepse isha vërtet kurioze ta dëgjoja Piro, sepse Eden sot, për mendimin tim, ka qenë një ndër performancat më të bukura që ke bërë, Eden. Shumë faleminderit. Kjo këngë të shkon jashtëzakonisht shumë, edhe më vjen shumë mirë që ti bashkë me Piron keni sjell një këngë legjendare, siç është kjo kënga. Bravo të qoftë. Shumë krenare për ty. Shumë faleminderit. Agron Berisha dhe zëri i tij u risollën në një remake nga Eden Dani. Votoni Eden. Shkodra mos flini gjumë, Shkodra duhen votat për shkodranën tuaj talentuar. Sukses Eden, faleminderit shumë. Faleminderit. Ju du shumë. Tani do dëgjojmë një këngë e cila ka një historik shumë veçantë. Ka në fakt disa këngë që ndryshojnë fatin e një këngëtari, siç ka disa këngëtarë që ndryshojnë fatin e një këngë. Impossible nga Sean Taylor është versioni një këngë që kur e këndoi James Arthur, i cili fitoi atë vit atë edicion të X Factorit për të rritur, u bë një nga hitet më të klikuar dhe më të dëgjuar të gjitha korave në Mbretërinë e Bashkuar. Çudia është që në përgjithësi këngët në versionin e tyre origjinal vështirë që të pëlqehen nga coverat, nga ata që i rikëndojnë. Pra origjinali mbetet origjinal. Është një nga të rrallat raste kur Impossible e kënduar nga ky djalë, i cili ka qenë një djalë që punonte në supermarkete dhe ndoqi këtë ëndrrën X Factoriane dhe u bë një nga zërat më të mirë të muzikës pop, të vërtetonte të kundërtën. Impossible sot vjen nga David Kerry, një nga starët e adoleshentëve të rinj që e kemi zbuluar këtu në këtë program. Forca Elbasani do them këtë herë, jo Forca David.